vota pro dhe asnjë kundër. Do t'jetë përsëri kolegja Klodi Lala, e cila do të na informoj për më tepër detaje lidhur me këtë proces. Klodi, të përshëndes dhe të kaloj linja. Përshëndetje Nisida, sikurse edhe ndoqet live në News 24, një seancë plenare që nuk zgjati më shumë se 10 minuta, Këshilli i Lartë i Prokurorisë me 11 vota pro vendosi të qelë zyrtarisht garën për zgjedhjen e drejtuesit të ri të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ishte fillimisht Sokol Stojani, njëri nga anëtarët që drejton komisionin për karrierën e prokurorëve, i cili kishte përgatitur relacionin për qeljen e garës dhe propozoi krahas të tjerave, jo vetëm që gara të hapej, por kandidatëve t'u jepej afat 2 javor për të paraqitur dhe për të shprehur interesin për këtë pozicion vakant. Sipas ligjit, të drejtën për të kandiduar e kanë vetëm prokurorët e prokurorisë së posaçme, përjashto zotin Dumani, i cili është drejtues aktual i SPAK, e që sipas ligjit nuk mundet të kandidojë sërish për sa kohë që ligji lejon vetëm një herë qëndrimin në krye të prokurorisë së posaçme. Por me kërkesë të njërit prej anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, konkretisht Vat Stakaj, u vendos që afati për shprehjen e interesit për të marrë drejtimin e prokurorisë së posaçme të zgjatet në 3 javë. Dhe të gjithë anëtarët në këtë moment u dakordësuan, çka në fakt rezultoi se Këshilli i Lartë i Prokurorisë, sikurse thash, unanimisht vendosi të miratoj projekt vendimin për shpalljen e vakancës për zgjedhjen e kreut të ri të prokurorisë së posaçme, dhe po ashtu të lëra afat deri në datën 8 tetor 2025 që të gjithë prokurorët të cilët kanë interes për të marrë drejtimin e strukturës antikorrupsion të paraqesin dhe interesin e tyre dhe gjithashtu paralelisht jo vetëm dokumentacionin, por edhe një platformë për mënyrën se si ata parashikojnë ta drejtojnë prokurorinë e posaçme. Në këtë platformë e cila do të jetë detajuar dhe që pati diskutime nga njëra prej antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ata duhet të listojnë të gjitha çështjet të rëndësishme që kanë hetuar gjatë kohës që kanë ushtruar detyrën e prokurorit të posaçëm, gjithashtu të jenë të gatshëm të hetohet pasuria, por edhe lidhjet, sikurse parashikon ligji, ndërkohë që duhet kenë edhe vizionin e tyre të shprehur për mënyrën se si mendojnë ta menaxhojnë dhe drejtojnë prokurorinë e posaçme. Duhet theksuar se më herët njëri nga anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë pati propozuar përmes një emaili dërguar anëtarëve të tjerë që të ndryshohej rregulloria dhe të miratohej një rregullore e re e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për quorumin, pra numrin e anëtarëve që do duhej të votonin për zgjedhjen e kreut të ri të SPAK. Por në mbledhjen e sotme, ky propozim nuk u fut fare në diskutim, çka do thotë se Këshilli i Lartë i Prokurorisë do ta zgjedh drejtuesin e ri të SPAK me rregulloren e vjetër. Thënë ndryshe, nga numri antarëve të pranishëm, do të jetë quorumi i nevojshëm, pra nëse janë 10 antarë, duhet që kandidati kryesor dhe që zgjidhet në krye të SPAK të marrë minimalisht 5 vota. Nëse numri është më i ulët, po ashtu përrjedhoj numri i votave e ulët. Kështu që kjo rregullore ose më saktë ky propozim nuk fut fare në diskutim, çka do të thotë që deri në datën 8 tetor prokurorët e prokurorisë posaçme do duhet të shprehin interesin e tyre dhe më pas Këshilli i Lartë i Prokurorisë i kalon ata në vettingun pasuror, bën intervistat me gojë përpara Këshillit, po ashtu merr informacione edhe nga institucione të tjera ndihmëse me qëllim që të bëjë pikëzimin e të gjithë kandidatëve. 3 kandidatët të cilët kanë pikët më të larta kalohen për votim në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe zgjidhet drejtuesi i ri i SPAK, i cili do duhet të zëvendësojë zotin Altin Dumani në datën 18 dhjetor 2025, ditë kur mbaron edhe afati ose mandati i zotit Dumani. Brenda kësaj periudhe, pra 3 mujore, duhet që i gjithë procesi, i cili edhe ditën e sotme është ndjekur nga përfaqësues të ambasadës amerikane, por edhe të ambasadave të tjera të vendeve të Bashkimit Evropian në Tiranë, të përfundojë dhe që aleatët ose partnerët ndërkombëtar, sikurse janë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë këmbgulur për një proces transparent dhe të drejtë dhe pa ndikime të jashtme, duke nënkuptuar pa ndikime politike. Klodi, shumë faleminderit për detajet më të fundit që përcolle. Faleminderit juve. Mirë, shkojmë tani në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, sepse Kuvendi ka miratuar në seancën e